Shiu binte me një ritëm të imët mbi autostradën që përshkonte Bregdetin e Paqësorit, duke krijuar një perde gri mbi asfaltin e lagësh. Dritat e makinave që kalonin her pas here shpërndaheshin në reflektimet e gjata, të paqarta si penelata të shpejta mbi një tablo të errët. Ishte një nga ato mbrëmje kur gjithçka dukej pezull, as plotësisht e qetë, as vërtet e trazuar. Brenda limuzinës së zezë, ajri ishte i ngrohtë dhe i kontrolluar me përpikmëri. Çdo detaj, nga qepjet e sediljeve prej lëkure italiane deri te ndriçimi i butë në tavan, fliste për pasuri të matur dhe shije të përmbajtur. Në sediljen e pasme rrinte i mbështetur Julian Hitmore, një nga njerëzit më të fuqishëm në industrinë globale të logjistikës dhe teknologjisë. Në moshën 56 vjeçare, Hitmore kishte ndërtuar një perandori që shtrihej në 4 kontinente. Kompanitë e tij transportonin mallra që nga portet e Azisë deri në qendrat industriale të Evropës dhe Amerikës së Veriut. Në publik, ai njihej si i ftohtë, metodik dhe pothuajse i pamundur për t'u lexuar. Në privat, shumë pak veta mund të thoshin se e njihnin vërtet. Atë mbrëmje ai nuk po mendonte për tregjet, as për borde drejtuese. Ai po mendonte për lodhjen, jo lodhjen fizike. Atë kishte mësuar ta menaxhonte prej dekadash, por një rëndes të heshtur që ishte ngjitur ditëve të fundit si një hije e padukshme. Mbante sytë gjysmë të mbyllur, ndërsa makina rëshiste me shpejtësi të qëndrueshme përgjatë rrugës së lagësht. Në sediljen përpara, shoferi mbante timonin me një përqendrim profesional. Ai kishte punuar për Hitmore prej gati 7 vitesh dhe nuk kishte bërë kur pyetje të panevojshme. Pikërisht arsyeja pse ishte ende aty. Gjithçka ndodhi brenda pak sekondash. Një dritë e fortë u shfaq papritur nga korsia e kundërt. Një kamion i rënd me rrota që rëshitën mbi asfaltin e lagësht humbi kontrollin në kthesën e butë të rrugës. Frenat u lëritën. Limuzina u përpoq të shmangej. Pastaj erdhi goditja. Zhurma metalike shpërtheu në ajër si një përplasje e thatë bubullime. Trupi i makinës u drodh dhunshëm. Xhamat u mbushën me rjeta të holla krisjesh dhe gjithçka brenda u përmbys në një moment të vetëm të çrregullt. Pastaj heshtje. Një heshtje rënd e trash, pothuajse e padurueshme. Julian Hitmore nuk kishte humbur ndjenjat, por ai nuk lëvizi. Instinkti i tij, i një njeriu që kishte mbjetuar dekada negociatash të pamëshirshme dhe tradhtisht të heshtura, i tha të qëndronte krejtësisht i palëvizshëm. Syti mbajti të mbyllur. Frymarrjen e ngadalësoi me kujdes. Jashtë dëgjoheshin zëra të largët, hapa që afroheshin, radio që kërciste. Minutat kaluan të paqarta. Pastaj dera e pasme u hap me një kërcitje të lehtë. Ai njohu me njëherë aromën e parfumit, të butë, me nota vanilje dhe diçka më të errët poshtë. Elena, shërbëtorja e tij personale prej gati 2 vitesh. Hapat e saj u afruan ngadalë me kujdes, sikur po matte çdo lëvizje. Për disa sekonda ajo nuk tha asgjë. Vetëm frymarrja e saj e lehtë mbushi hapësirën e ngushtë të makinës së dëmtuar. Pastaj, me një zë shumë më të ulët se zakonisht, ajo përshpëriti. Pra më në fund ndodhi. Diçka e ftohtë përshkoi shtyllën kurrizore të Hitmoreit. Ai qëndroi i palëvizshëm, por tani po dëgjonte me të gjithë qenjen. Elena u përkul pak më pranë, aq afër sa ai mund të ndjente nxehtësinë e frymës së saj. Dhe ajo që tha më pas nuk ishte as pak ajo që ai kishte pritur të dëgjonte nga dikush që deri atë moment ai kishte besuar plotësisht. Nëse ai zgjohet, murmuriti ajo me një qetësi që nuk i shkonte për shtat situatës, gjithçka do të prishet. Heshtja që pasoi ishte shumë më rëndë se zhurma e aksidentit. Dhe për herë të parë pas shumë vitesh, Julian Hitmore ndjeu diçka që nuk e përjetonte shpesh. Pasiguri të pastër. Heshtja që pasoi fjalët e saj nuk ishte thjesht mungesë zhurme, por një boshllëk i rënd që dukej sikur mbyste ajrin brenda kabinës së dëmtuar, ndërsa Julian Hitmore qëndronte i shtrirë në të njëjtin pozicion të ngrirë, me qepalla të mbyllura dhe me trupin të palëvizshëm, duke u përpjekur me një disiplinë të hekur ta mbante frymarrjen të ngadalë dhe të parregullt, ashtu siç do të pritej nga një njeri i pavetëdijshëm. Ai kishte kaluar pjesë më të madhe të jetës duke lexuar njerëz, investitor të etur, partner të pasigurt, rival të buzëqeshur. Dhe përvoja i kishte mësuar se momentet kur njerëzit mendonin se askush nuk po i dëgjonte ishin pikërisht momentet kur e vërteta rëshiste jashtë pa filtra. Dhe tani, për herë të parë pas shumë vitesh, ai ndodhej në anën tjetër të asaj heshtje të rrezikshme.
Elena nuk lëvizi me njëherë. Ai mund ta ndjente praninë e saj pranë, të qetë në një mënyrë që nuk përputhe as pak me kaosin e një aksidenti të sapo ndodhur. Dhe kjo mos përputhje e vogël, po thuajse e padukshme për çdo tjetër, ishte pikërisht ajo që i ndezi instinktet e vjetra të Hitmorit si një alarm i heshtur. Pas disa sekondash që u dukën më të gjata se sa duhet të ishte e mundur, ajo nxori një frymë të ngadaltë dhe përshpëriti përsëri. Këtë herë me një ton që mbante brenda tij një përzierje të çuditshme lehtësimi dhe tensioni të përmbajtur. Duhet të ndodhte herët avon, tha ajo shumë ulët, sikur po fliste më shumë me veten se sa me trupin e palëvizshëm përpara saj. Një rrymë e ftohtë dyshimi kaloi përmes mendjes së Hitmorit, por ai nuk lëvizi as edhe një muskull të vetëm, duke u mbështetur te kontrolli i tij i zakonshëm. Ai kontroll që e kishte ndihmuar të dilte i padëmtuar nga situata shumë më të rrezikshme se kjo. Jashtë makinës dëgjoheshin tani hapa më të shumt, zëra të shpërndar, dikush që po jepte urdhra të shpejt në radio. Por Elena duke sikur jetonte në një flusk të veçantë qetësie, e shkëputur nga urgjenca që po ndërtohej rreth tyre. Ajo u përkul edhe pak më pranë. Hitmore ndjeu lëvizjen e ajrit pranë fytyrës së tij. Aq afër sa për një moment ju desh të përqendrohej fort për të mos reaguar instinktivisht. Vetëm edhe pak, murmuriti ajo me një ton pothuajse të padallueshëm. Dhe në ato 3 fjalë kishte diçka që nuk i përkiste as pak një shërbëtore të shqetësuar për punëdhënësin e saj. Truri i Hitmorit filloi të punonte me shpejtësinë e zakonshme, duke renditur mundësi, duke analizuar nuanca zëri, ritëm frymëmarrjeje, zgjedhje fjalësh. Të gjitha ato detaje të vogla që shumica e njerëzve i linin të kalonin pa u vënë re. Diçka nuk shkonte, dhe ai e dinte. Por përpara se të mund të ndërtonte një përfundim të plot, zhurma jashtë u afrua papritur dhe një zë mashkulli, i fortë dhe profesional, u dëgjua pranë derës së hapur. Zonjë, duhet të tërhiqeni pak prapa, ekipi mjekësor është rrugës. Ndryshimi te Elena ishte i menjëhershëm dhe, për dikë që nuk po e vëzhgonte me kujdes, do të kishte kaluar krejt pa u vënë re. Por Hitmore po e vëzhgonte, edhe me sytë e mbyllur. Kur ajo foli përsëri, zëri i saj ishte transformuar në mënyrë perfekte në atë tonin e butë dhe të shqetësuar që ai e kishte dëgjuar 10 herë më parë. Oh Zot, ai nuk po lëviz, tha ajo me një dridhje të kontrolluar në zë. Ju lutem, bëni diçka. Nëse Hitmore nuk do ta kishte dëgjuar atë përshpërimën e mëparshme, ai ndoshta do ta kishte besuar plotësisht atë performancë. Dhe kjo ishte pikërisht ajo që e shqetësoi më shumë. Sepse tani ai nuk po përballej vetëm me një aksident. Ai po përballej me diçka shumë më të rrezikshme, me dikë që dinte të luante role, dhe që për arsye ende të paqarta, duke se kishte pritur pikërisht këtë moment. Zhurma e sirenave filloi të depërtonte në distancë, fillimisht si një dridhje e largët në ajrin e lagësht të mbrëmjes dhe më pas si një ulërim gjithnjë më afërt që përzihej me tingujt e radios së policisë dhe me zërat e njerëzve që lëviznin me nxitim rreth makinës së dëmtuar. Ndërsa Julian Hitmore vazhdonte të qëndronte i shtrirë në heshtje të plot, duke mbajtur trupin të liruar artificialisht dhe duke kontrolluar çdo impuls që mund ta tradhtonte. Ai kishte mësuar shumë herët në karrierën e tij se informacioni më i vlefshëm nuk merrej kur bëje pyetje, por kur të tjerët mendonin se ti nuk ishe më një faktor në dhomë. Dhe tani, për një arsye që po bëhej gjithnjë më errët, Elena dukej se e kishte konsideruar pikërisht kështu. Hapat e saj u tërhoqën gjysmë metri pas, me një lëvizje të kujdesshme që ruante fasadën e shqetësimit. Por Hitmore vuri re, nëpërmjet ndryshimit të lehtë të ritmit të frymëmarrjes së saj. Se ajo nuk ishte as pak e tronditur në mënyrën që do të ishte një person normal pas një aksidenti të tillë. Ishte shumë e kontrolluar, shumë e përmbajtur. Një derë makine u përplas diku pranë dhe dikush vrapoi mbi asfaltin e lagësht, këpucët duke përplasur ujë në çdo hap. Ekipi mjekësor sapo mbërriti, thiri një zë mashkulli. Brenda pak sekondash, hapësira rreth limuzinës u mbush me lëvizje të shpejta, me zhurmën karakteristike të pajisjeve që hapeshin dhe me tonin e prerë profesional të njerëzve të trajnuar për emergjenca. Por në mes të gjithë atij aktiviteti të vrrullshëm, Hitmore mbajti vëmendjen të përqendruar vetëm te një gjë, te Elena. Ajo u afrua përsëri, jo shumë, vetëm aq sa do të dukej e natyrshme për dikë që shqetësohej. Dhe për një qas shumë të shkurtër, aq të shkurtër sa do t'i kishte shpëtuar kujdo tjetër. Ajo qëndroi plotësisht e heshtur. Pastaj, me një zë që mezi kalonte mbi një përshpëritje, ajo tha diçka që i ngriu gjakun. Mos u zgjo ende, murmuriti ajo, aq ulët sa fjalët pothuajse u tretën në zhurmën e sirenave.
Në atë moment, diçka brenda Hitmore i të ngurtësua. Kjo nuk ishte më thjesht dyshim. Kjo ishte konfirmim. Megjithatë, edhe përballë atij realizimit të ftohtë që po merrte formë në mendjen e tij, ai nuk bëri asnjë lëvizje të nxituar, sepse instinktet që e kishin mbajtur në majtë të botës së biznesit për më shumë se 3 dekada i bërtisnin të njëjtën gjë. Informacioni para reagimit. Duhej të dinte më shumë. Duhej të kuptonte sa thellë shkonte kjo. Duhej të zbulonte nëse Elena po vepronte vetëm. Duart e mjekëve më në fund arritën tek ai, të shpejta dhe metodike, duke kontrolluar pulsin, duke i vendosur një maskë oksigjeni dhe duke folur me njëri tjetrin me atë gjuhën e shkurtër profesionale që përdoret vetëm në situata urgjente. Pulsi i pranishëm, frymëmarrje e qëndrueshme, ndoshta tronditje cerebrale, tha njëri. Hitmore lejoi trupin e tij të mbetej i rënd dhe i pafuqishëm, duke u mbështetur plotësisht në aftësinë e tij për vetkontroll. Ndërsa brenda mendjes çdo pjesë e situatës po analizohej me një qartësi të ftohtë. Dhe pikërisht kur mendoi se Elena ishte tërhequr plotësisht në rolin e saj të kujdesshëm dhe të padëmshëm, ajo bëri një lëvizje të fundit. Shumë të vogël, shumë të kujdesshme, por jo aq të vogël sa t'i shpëtonte atij. Ndërsa mjekët po përgatisnin barelën, ajo nxori ngadalë telefonin nga xhepi i palltos dhe duke u kthyer paksa me shpinga të tjerët, shkroi diçka me shpejtësi. Hitmore nuk mund ta shihte ekranin, por ai pa buzët e saj që lëvizën pa zë. Një fjalë vetme. Filloni. Në atë çast, edhe pse trupi i tij qëndronte i palëvizshëm mbi sediljen e shkatëruar të limuzinës, Julian Hitmore e kuptoi me një qartësi të akull se aksidenti në autostradën e lagësht mund të kishte qenë vetëm fillimi i diçkaje shumë më të planifikuar. Dhe për herë të parë pas shumë vitesh, loja nuk ishte më plotësisht në duart e tij. Barela rrëshiti me një zhurmë të lehtë metalike ndërsa mjekët e urgjencës e ngritën trupin e Julian Hitmoreit me lëvizje të koordinuara dhe profesionale, duke vendosur me kujdes mbi sipërfaqen e fortë, ndërsa ripat u shtrënguan rreth kraharorit dhe këmbëve të tij me atë efikasitet të ftohtë që nuk linte vend për emocione. Ai lejoi kokën të anohej paksa në njërin anë, duke ruajtur me përpikmëri iluzionin e pavetëdijes, ndërkohë që përmes qepallave të mbyllura përpiqej të rindërtonte në mendje çdo detaj të sekondave të fundit. Tonin e Elenës, ritmin e frymëmarrjes së saj, atë fjalë të vetme që ajo kishte formuar me buzë. Filloni. Nuk ishte një fjalë e rastësishme. Nuk ishte një reagim emocional. Ishte një komandë. Ndërsa barela u ngrit dhe filloi të lëvizte drejt ambulancës që priste me dritat pulsuese blu dhe të kuqe, Hitmore ndjeu shiun e ftohtë që i preku lehtë faqen për një moment të shkurtër përpara se një nga mjekët i vendoste mbi të një batanie termike, duke izoluar sërish nga ajri i lagësht i natës. Zërat rreth tij u bën më të paqartë, më të shpërndar, por truri i tij vazhdonte të kapte fragmente. Shoferi është i vetëdijshëm. Përplasja anësore me kamion. Duhet skaner sapo të mbërrim. Pastaj, për një qas shumë të shkurtër, ai dëgjoi përsëri Elenën. Jo pranë, pak më larg, por mjaftueshëm qartë. Do të vi menjëherë pas jush në spital, tha ajo me atë tonin e saj të përkryer të shqetësuar që tani, pasi maska ishte qarë, i tingëllonte Hitmoreit pothuajse mekanik. Dera e ambulancës u mbyll me një goditje të fortë dhe brenda u mbush menjëherë me zhurmën e motorit që u ndez dhe me bipet ritmike të pajisjeve monitoruese. Ambulanca u nis. Për disa minuta, gjithçka që Hitmore bëri ishte të qëndronte i palëvizshëm dhe të dëgjonte, duke lejuar që ritmi i rrugës të përhapej përmes barelës dhe duke ndjer kthesat e buta ndërsa automjeti përshkonte autostradën e lagësht drejt qytetit. Por gradualisht, një mendim i ftohtë filloi të marrë formë më të plotë në mendjen e tij. Nëse Elena kishte thënë filloni, atëherë diçka tashmë ishte vënë në lëvizje. Dhe nëse kjo ishte vërtet, spitali, vendi ku po e çonin tani, mund të mos ishte aq i sigurt sa do të mendonte kushdo tjetër në vendin e tij. Ky realizim e detyroi të rishikonte strategjinë. Të qëndronte pa ndjenja ishte ende e vlefshme, por jo pafundësisht. Ai kishte nevojë për informacion, dhe ndoshta për një moment të vetëm avantazhi. Ambulanca frenoi papritur më fort se më parë, sikur shoferi ishte detyruar të ngadalësonte në mënyrë të menjëhershme. Njëri nga mjekët përpara foli me një ton të habitur. Çfarë dreqin? Automjeti ndaloi. Jo gradualisht, por me një ndalesë të shkurtër dhe të fortë. Një sekond kaloi, pastaj një tjetër.
Hitmore ndjeu menjëherë se diçka nuk përputhej me procedurat normale të një transporti emergjent. Dera e përparë me ambulancës u hap me vrull. Zëra të rinj, të panjohur, jo personeli i urgjencës. Trupi i tij mbeti i palëvizshëm, por çdo instinkt që kishte ndërtuar gjatë jetës së tij, tani ishte plotësisht i zgjuar. Sepse loja, çfarëdo që ishte kjo lojë, sapo kishte hyrë në një fazë shumë më të rrezikshme. Hapat e rëndë që u afruan nga pjesa e përparë me ambulancës nuk kishin ritmin e zakonshëm të personelit mjekësor, sepse mungonte ajo ngutje e organizuar që vjen nga trajnimi profesional dhe në vend të saj kishte një lloj vendosmërie të ftohtë, pothuajse të matur, që e bëri Julian Hitmoren të kuptonte menjëherë se njerëzit që sapo kishin ndërhyrë në transportin e tij nuk ishin pjesë e protokollit normal të emergjencës. Një zë mashkulli i ulët dhe autoritar u dëgjua shumë pranë. Sa kohë është pandjenja, pyeti ai. Njëri nga mjekët u përgjigj me një ton të tensionuar që përpiqej të mbetej profesional. Që nga aksidenti nuk ka reaguar ende. Pati një pauzë të shkurtër, gjatë së cilës Hitmoren ndjeu një vështrim të rënd mbi veten e tij, si një peshë padukshme që i rrëshiste mbi fytyrë dhe kraharor, duke e testuar, duke e vlerësuar. Pastaj zëri i panjohur foli përsëri, më i ulët. Mirë, vazhdoni. Fjala ishte e zakonshme në sipërfaqe, por mënyra si u tha me një prerje të thatë përfundimtare. Nuk i pëlqeu as pak Hitmoreit. Ambulanca u vu sërish në lëvizje. Por këtë herë ai e ndjeu ndryshimin pothuajse menjëherë. Për dikë tjetër do të ishte thjesht një udhëtim i paqartë nën efektin e tronditjes. Por Hitmore kishte kaluar vite të tëra duke udhëtuar në qytete të ndryshme të botës dhe kishte zhvilluar një ndjeshmëri pothuaj instinktive për orientimin hapësinor. Ata nuk po shkonin drejt spitalit më të afërt. Një tension i ftohtë filloi t'i përhapej ngadalë në gjoks. Por edhe këtë herë ai nuk reagoi, sepse e dinte se momenti i gabuar për të vepruar mund ta kthente menjëherë nga vëzhgues në objektiv. Minutat kaluan të zgjatura. Brenda ambulancës, mjekët ishin bërë çuditërisht të heshtur. Shumë të heshtur. Pastaj, pothuaj si një thyerje në sipërfaqen e një liçeni të qetë, Hitmore dëgjoi një tingull të lehtë elektronik. Një telefon. Jo shumë larg. Ai u përqendrua. Zëri i ulët që foli këtë herë ishte i njohur. Elena. Po, tha ajo qetësisht nga ana tjetër e linjës. Zëri i saj tashmë pas një gjurmë paniku. Është në rrugë. Një pauzë. Ajo dëgjoi. Pastaj shtoi me një ton të ftohtë që nuk linte vend për keqkuptime. Jo, ai ende nuk është zgjuar. Gjaku i Hitmore i të uftoi një shkallë më shumë, sepse tani dyshimi ishte zhdukur plotësisht. Kjo ishte e koordinuar, e planifikuar, dhe ai ishte në qendër të saj. Ambulanca mori një kthes të fortë majtas dhe u fut në një rrugë më të ashpër, sepse dridhjet që kaluan përmes barelës nuk i përkisnin me asfaltit të rregullt të autostradës. Zhavor, ose një rrugë industriale e pashtruar. Diçka definitivisht nuk shkonte. Dhe për herë të parë që nga momenti i aksidentit, Julian Hitmore filloi të llogariste seriozisht se sa kohë mund ta mbante ende rolin e njeriut pa ndjenja përpara se loja të arrinte në një pikë ku zgjedhja për të qëndruar i palëvizshëm do të bëhej një gabim fatal. Dridhjet e rrugës së ashpër vazhduan edhe për disa sekonda të gjata. Pastaj ambulanca filloi të ngadalsonte me një lëvizje të qëllimshme, jo si një ndalesë urgjente spitali, por si një mbërritje e planifikuar në një vend ku çdo gjë pritet e ishte gati paraprakisht, dhe në atë moment Julian Hitmore e kuptoi me një qartësi të ftohtë se loja kishte arritur në pikën ku të qëndronte i palëvizshëm nuk ishte më një avantazh, por një rrezik që mund t'i kushtonte gjithçka. Automjeti u ndal. Motori mbeti i ndezur. Dera e pasme u hap me një zhurmë të ngadalt metalike dhe ajri i natës hyri brenda, më i ftohtë tani, me një erë të lehtë krip dhe nafte që i tha Hitmoreit se ndodheshin diku pranë një zone industriale bregdetare. Ndoshta magazina ose terminale të vjetra transporti. Vende ku lëvizjet e çuditshme kalojnë më lehtë pa u vënë re shpejt, tha zëri autoritar që ai kishte dëgjuar më parë. Nxirreni. Duart u afruan për ta lëvizur, dhe pikërisht atëherë Hitmore vendosi momentin. Me një lëvizje të papritur dhe të koordinuar, ai hapi syt. Reagimi ishte i menjëhershëm. Njëri nga burrat u tërhoq instinktivisht prapa, ndërsa tjetri shau nën zë. I kapur në befasi nga fakti që objektivi i tyre i supozuar pa ndjenja po i shikonte drejt për drejt me një kthellësi të ftohtë dhe plotësisht të vetëdijshme. Hitmore nuk u ngrit menjëherë.
A i vetëm i pa, duke marrë brenda një sekonde informacionin që i duhej. 2 burra me rroba civile, jo personel mjekësor, një magazinë zymt pas tyre, dhe më e rëndësishmja, një makinë tjetër e zezë e parkuar disa metra larg. Dera e saj u hap, dhe prej andej zbriti Elena. Ajo nuk dukej as pak e surprizuar që ai ishte zgjuar. Përkundrazi, në fytyrën e saj u shfaq një qetësi e çuditshme, pothuaj e lodhur, sikur kjo përballje kishte qenë e pashmangshme që në fillim. E dija që nuk do të qëndroje pa ndjenja për shumë gjatë, tha ajo me një zë të ulët, tashmë pa maskë. Hitmore u ngrit ngadalë në bërryla, duke mos e humbur për asnjë çast kontakti me sytë e saj. Pyetja e vërtet, tha ai me një ton të qetë që i bëri të 2 burrat të tensionoheshin menjëherë. Është nëse ti mendove vërtet se unë udhëtoj pa masa sigurie. Për herë të parë, një qarje e vogël pa sigurie kaloi në fytyrën e Elenës. Vetëm për një sekond, por Hitmore e pa. Dhe pastaj, sikur i përgjigjej një sinjali të padukshëm, nga errësira përreth magazinës u ndezën papritur disa drita të forta. Zhurma e motorëve të tjerë mbushi ajrin. 2 seve të zinj dolën nga hije dhe ndaluan me shpejtësi të kontrolluar. Ndërsa dyer u hapën njëra pas tjetrës dhe burrat të veshur me pajisje sigurie profesionale u pozicionuan me efikasitet të ftohtë rreth zonës. Rojet personale të Hitmoreit. Elena mbeti e palëvizshme. Hitmore u ngrit plotësisht nga barela këtë herë, duke rregulluar ngadalë mëngën e palltos së tij të dëmtuar, sikur po dilte nga një takim i zakonshëm dhe jo nga një kurthje organizuar. Kur foli, zëri i tij ishte i ulët, por i prerë si xham. Gabimi yt, tha ai duke e parë drejt në sy, nuk ishte që e planifikove këtë. Ai bëri një hap përpara. Gabimi yt ishte që mendove se unë nuk do ta prisja. Për disa sekonda që u dukën të gjata pafund, Elena nuk tha asgjë. Dhe në sytë e saj kaluan disa emocione njëra pas tjetrës, tension, llogaritje, dhe në fund diçka që i ngjante pranimit. Kur më në fund foli, zëri i saj ishte më i qetë se kurrë. Ti gjithmonë ishe një hap përpara, tha ajo. Hitmore nuk buzëqeshi, sepse ai e dinte diçka që të tjerët nuk e dinin ende. Sepse në botën ku ai kishte ndërtuar perandorinë e tij, tradhtit më të rrezikshme nuk ishin ato që zbuloheshin në errësirë, por ato që fillonin shumë më herët, shumë më thellë, dhe që linin pas pyetje që edhe fitoria nuk i shuante dot plotësisht. Dhe ndërsa dritat blu të sigurisë pulsonin mbi asfaltin e lagësht, Julian Hitmore kuptoi se kjo natë nuk do të ishte fundi i historisë, por vetëm momenti kur maskat më në fund kishin filluar të bien.